te flamurtari, që ti ndjeni, ka futbollistë që marrin 11.000 euro muaj. Po tash unë nga ana teknike unë do të deklaroj që ato futbollistët që vinë, me ato që unë shikoj, me ato që ka pasqyrojnë ato, çfarë vendi flamurtari sot? Në vend parafundit. Rrezikon Denis, lutem ngri zërin. Në vend parafundit, mas 4 ndeshjeve, se Sa pika? Flamurtari 2 pika. Por që unë them pse nuk merr një nga akademia e flamurtarit, pse nuk merr një futbollist shqiptar. Unë e them me një arsye, pse? Sepse edhe këto që janë të ekipe zinxhir kanë një stimul kur shikojnë që është hap dera për të rritur nivelin e tyre. Edhe futbolli shqiptar mbi gjitha, por edhe për atë që ne e dim se ku luaj futboll, se të vi një kolumbian, të vi një nga Costa Rica, të vi një nga Ekuatori, të vi një nga Afrika, i duhet paktën 4-5 muaj për të përshtat në Shqipëri. Ne e dim gjithë. Po ti 4-5 muaj të ka i kampionati. Pra, logjika është që ti nuk mund të marrësh 15 lojtar